me kallëzim penal. Rikthehemi në studio, miq të dashur, të flasim për këtë procesin e rinumërimit dhe sigurisht tensionet e ditës së djeshme, por edhe ca prapaskene që na duan. Kam kënaqësinë të kem Aslan Dogjanin, pikërisht protagonistin e asaj dite sot. Mirëmëngjes zoti Dogjanin, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Është në vazhdim edhe të karakterit tuaj personal dhe politik ajo sjellje, megjithatë ka pasur një përpjekje shumë të suksesshme, duhet thënë, nga ana e mazhorancës dhe e mediave pranë saj për ta etiketuar si një pesë me hiç rinumërimin, madje duke vënë një shenjë barazimi mes Partisë Socialiste dhe asaj demokratike. A është e drejtë kjo? A është një moment që le të themi ky rinumërimi doli nga hundet opozitës? Rinumërimi për mua është gjëja më e mirë, më e rëndësishme, më e domosdoshme dhe gjëja më me vend që ka bërë Partia Demokratike. Sepse aty janë provat. Aty janë provat, pavarësisht që ky proces është deformuar që në fillesën e saj dhe ka vite që punohet, por po flasim gjatë fushatës elektorale ku e ka dhënë edhe në Këshillin e Europës, që e pam dje dhe raporti ose Odirit në lidhje me gara pa barabartë, përdorimi i makinerisë shtetërore, i grupeve kriminale, i parave të korrupsionit. Pra një fushat që ishte komplet, jo e deformuar, por një fushat që kishin përballë shtetin. Pra, gare pa barabartë. Po vazhdojmë dhe tek numërimi i votave. Pse them që është shumë e rëndësishme, sepse unë e vlerësoj për një vot. Vullneti, shpirti i qytetarit, ai qytetar që ka shkuar në kutinë e votimit për të votuar, në ato rrethana, në atë presion të madh psikologjik, duhet shkoj atje ku e ka dhënë. Dhe pikërisht për këtë ne kemi kërkuar rinumërimin e votave, që gjithë secili, çdo vot të vlerësohet dhe të shkojë tek vendi ku është dhënë, dhe e dyta, të marrin përgjegjësi në rast se ky tjetërsim vote është bërë në mënyrë të qëllimshme. Dhe unë po them nga studia juaj, nëse këto zgjedhje nuk do të ndëshkohen, Shqipëria nuk do të ketë zgjedhje të lira më në këto kushte që jemi. Këtu kam një pyetje. A është aq e dukshme shkelja edhe në procesin e rinumërimit? Po, është e dukshme shkelja dhe ne kemi kërkuar që këto që kemi konstatuar të dalin në shesh, por po mbulohen nga kasi. Kasi po bën hile edhe tani. Kasi flas për kasin, flas për konkretisht për Ilir Rusmali, nuk flas për të gjithë anëtarët e komisionit. Çfarë ndodh? Po të shikosh vendimin që ka marrë për përjashtimin tim dje, ai gënjen. Çfarë thot? Ka intimiduar numëruesit. Nuk është e vërtetë. Unë i kam vlerësuar numëruesit me sinqeritetin më të madh dhe i vlerësoj edhe nga kjo studio. Ata numëruesit atje po bëjnë një punë shumë të mirë. Por çfarë ndodh? Numëruesi nuk është i bindur për një vot dhe shkon dhe e paraqet tek kas. Pa e ngresi problem. Po e ngresi problem. Edhe thot, unë si mendoni ju për këtë vot, siç ishte vota ime. Po. Dhe Rusmali thot është e pavlefshme kur janë votat të Partisë Demokratike. Çfarë ndodh? Pra rrëzon çdo vot PD-s. Po. Po të shikosh 300 votat të Partisë Demokratike që tani sipas atyre kanë dalë tepër për ta bërë pis që gjëja pas ka vjedhë dhe Partia Demokratike, se qytetarët e marrin në këtë kontekst, pra 300 tepër thuhet janë vjedhë. Në fakt, po i vjedhen Partisë Demokratike nga Ilir Rusmali. Pse po i vjedhen? Ma shpjegoj pak këtë. Ta shpjegoj unë. Sepse vota është e ka dhënë vullnetin tek Partia Demokratike qytetari. Mund të ketë kaluar një vija pak më anë dhe thotë e pavlefshme. Pra, po nxjerr jo ato vota që kanë nxjerr numëruesit e parë të pavlefshme, po nxjerr vota të tjera, të cilët të reja, se votat që kanë qenë pavlefshme, ata ne kemi parë janë të pavlefshme që kanë nxjerr numëruesit e parë. Ndërsa votat që po kontestohen tani nga një parti tjetër ose vetë numëruesit shkojnë e qojnë të kasën për të qenë bindur dhe ata vendosin thotë duke vjedhur edhe një herë Partinë Demokratike. Pra unë jam i bindur sepse i kam parë vetë to 300 votat Partisë Demokratike që i kanë konsideruar të pavlefshme tani, ata janë votat të vlefshme. Iku kjo. Tani marrim tek kandidatët, që ishte rasti im. Kanë marrë një vendim, unë i pranoj vendimet që merren me shumicë. Unë jam jurist. Unë nuk dal kundër vendimeve që janë të shkruar. Merret një vendim që votat që është përbërë kandidatit
nuk do të konsiderohet e vlefshme. Pavarësisht që unë jam kundër këtij vendimi, por unë kam të drejtën të ankimoj në kolegj, sepse ai e ka shpreh vullnetin. Qytetarët ne jemi mësuar me firmos në krahun e djathtë, me vendos kryqin në krahun e djathtë. Këta tani kanë bërë kuadratin në krahun e majt, fletën e votimit, që për mua nuk është normale, do ta kishim vëndën ne. Po, atëherë qytetari ka menduar se do të vendos tek emri dhe ka vendos kryqin për emrit. Ta kanë marrë vendim quhet e pavlefshëm. Okej. Unë nuk jam dakord me këtë. Por e kemi pranuar në rastin e djeshëm. Por nuk është vetëm ajo votë, por edhe sikur ajo votë ishte, unë personalisht do ta ngrej zënin dhe do të reagoj për drejtën, sepse ajo votë është shumë e rëndësishme. Një qytetar nga Kamsa më ka thënë e kam marrë nanën 90 vjeçë të paralizuar, kam qenë me votu për ty dhe unë du që vota saj nanës të shkojë aty ku është dënë. Por edhe për një socialist, edhe për një parti tjetër, s'ka rëndësi. Pra për këto që është dhe çfarë ndodhi? E nxjerr të pavlefshme. Dhe unë i them, shiko, si ky rast, janë shumë raste të tjera të cilët ju i keni nxjerrë vlefshme. Megjithatë e vendosi. E vendosi, kam drejt të ankimoj, i bëm foto. Çfarë ndodh? Duke parë pastaj personalisht vetë, në të njëjtat kushte, në të njëjtin standard, disa votat Partisë Socialiste, kandidatët PS-s, të cilët unë i kam këtu dhe ja nxora, në të njëjtat kushte me mua. Me të njëjtat shkelje. Po, me të njëjtat shkelje që kishte dalë pak vija, sepse kur i ka dhënë ka dalë te kuadrati tjetër, por vullneti ishte dhënë kryqi në kuadratin ku është emri im, i them kontestoje e konsideroj. Pra votat e PS-s me këtë lloj shkelje kalohen. Po kalohen. Iku ajo. Edhe një tjetër do bën 3 rresht dhe kam analizuar me gazetarët. Ishim bashkë me gazetarët. I them shikoni mo. Dhe në këtë kushte atëre unë i them shu jeni duke mbjetur votat. Dhe këto marrin një vendim se që kanë fyer që kam thënë hajdut. Atëre i thash nuk e kam me gjitha, e kam vetëm me ato Rusmalin. E qartë. Sepse s'kam asgjë me antar e tjerë të kasit apo me numrusit përkundrazi. Numrusit që ai thot i ke intimiduar në mënyrë kategorike, i kam falendëruar të gjithë, sepse unë kam qenë ditën e parë atje, sepse kam parë që janë sjellshëm, janë të përkushtuar, punojnë, nuk mundohen të bëjë hile, ama kur i çojnë tek Iliri që janë PD-s thot ik e pavlefshme. Dhe ishin fyer pse kam thonë hajdut, okej, thash. E heqim fjalën hajdut, them, unë e konsideroj vjedhje këtë. Nuk do të thotë se ti po e merr vjedhje, nuk është vetëm kur merr diçka e fuqet, po të vjedh dhe shpirtin. Dhe këtu ishin fyer dhe bëjnë atë vendim duke gënjur që pas kam intimiduar. Dhe arriti më thoshte do të njoftoj policinë. Unë në ato momente për të drejtën njeriu reagon. Dhe unë nuk e kam në kuptimin e policisë, unë e kisha në kuptimin që ti nuk më fut frikën mua për të drejtën, unë nuk jam nga ato njerëz që më frikson kur jam drejtën time. Pastaj, nuk du të reagojon për një shkelje që e konsideroj që shkelje? Prandaj jeni aty. Zotëri, fundit, për çfarë jemi edhe? Pra du të them që tani këtu kam kuptuar cili është qëllimi, sepse Edi Rama, duke dashur të bëj gjithçka që këto zgjedhje të paktën te numrimi që ta përzije dhe PD-n që shikojmë, se ja dolën 300 të veshin e barazimit. Po, ne jemi një lloj e vjedhin bashkë, nuk është ashtu. Këta të janë zgjedhjet më të këqija nga viti 96, bile mund të them që janë më të këqija se 96. Sepse jemi përballur me grupe kriminale, me miliardat e korrupsionit. Si mundet ky njeri me gjithë ato para, me bandit, me makinerinë shtetërore. Ore ka instaluar diktaturën. Dje ka kaluar në Komisionin e Sigurisë, unë kam bërë një debat, solli një nisëm, pra miratimi i strategjisë kombëtare për dizinformimin dhe ndikimet të huaja që shumë shpejt do ta kalojnë kodin penal për ta dënuar dizinformimin. Nesër këtu në këtë studio një gazetar apo diku tjetër do të kritikojë qeverinë dhe do akuzohet për dizinformim. Atëherë do të akuzohet për dizinformim. Çka do të thotë që këtu po e bën edhe me ligj diktaturën. Tamam, si në kohën e Enver Hoxhës. Tani një sekond para se të elaborojmë këtë pjesë, për të rikthyer pak te çështja e votave. A mund thoni me garanci zotit Dëgjani që nuk ka një moment barazimi midis PS-s dhe PD-s në sjelljen ndaj votës? Absolutisht nuk ka. Po ta garantoj. Se ka përshtypjen një pjesë e publikut është bindur që
nga efekti edhe i propagandës dhe i deklaratave të Kasit që njësoj është sjellë dhe PD dhe PS. Shiko, unë jam një dëshmitar që jam atje. Ato kuti mund të rihapen prapë, mund shkojnë në kolegj, mund shkojnë edhe tek SPAK-u. Për të vërtetuar këtë SPAK-u, ky Kasi duhet vepronte në këtë mënyrë, që është Komisioni Ankime dhe Sanksione. Do të merret qendra votimi X. Në këtë qendër votimi kanë lëvizur 5 votat Partisë Demokratike, po marrëm si shembull 5 PS-s, kaq kandidate, bëhet një analizë për këtë. Mbyllet kjo. Nuk mund shkohet nga kjo qendër, këtu ishin 5, këtu i shtohen 4 dhe bëhen barabar. Jo, duhet bëhet një analizë. Çfarë ka ndodhur në këtë qendër? Është bërë qëllimisht për shkak marrim një qendër votimi. 43 vota i kanë kaluar Ervin Hoxhës. Janë dhënë tepër. Po, o zotëri, vetëm në një qendër. Edhe ta them dhe numrin e qendrës. Kjo nuk bëhet pa dashje. Kjo bëhet në mënyrë të qëllimshme. Kjo qendër votimi duhet shkoje tek prokuroria. Do t'i bëj një analizë. Kasi shkon në prokurori dhe thuhet, këto komisioner thirrën, pyeten, merren kamrat, çia kanë kaluar 43. Janë shumë 43 Po vota. shumë pra. Një vot edhe mund bëhet gabim, 2 mund bëhet gabim. Po nëse bëhet 1-2 në çdo qendër. Por këta, por ti thënë opinionin publik, sepse propagandën e kanë të madhe, i kanë gjitha mediat, fatkeqësisht. Ju jeni këtu edhe një tek tuk në i medi që mundot, po i ka nën kontroll, janë në pushtetin e Edi Ramës mediat. Dhe çfarë ndodh? Ata duke pasur gjithë të propagandë, njerëzit të thonë, ora, pas ka vjedhë dhe PD, jo më jo. Nuk është e vërtet. Ne kemi kërkuar të rinumrohen, sepse unë, kur kam shkuar në kërkesën ankimore, kam paraqitur pamje filmike, ku disa vota kishte lëvizje një këtu, dhe kam kërkuar qien. Janë bërë me qëllim? Kush do t'i shoh? Ta do t'i shojnë. As janë bërë me qëllim. Nuk bëhet verifikimi dhe rivlerësimi votave kështu. Në këtë qendër pas kanë lëviz 5, pastaj ky i shoh, është sa 5 tu, i nxjerr 2 të pavlefshme, ja ul 3. Edhe kështu i bën që vjedhin. Magji me numrat dhe jo me veprat. Dhe kjo është një skemë organizuar dhe drejtuar nga Edi Rama që po shtrihet te Ilir Usmali, i cili po ndikon atje për ta bërë pis gjithë procesin, më tha njerëz ore. Në këtë vend vjedhin këta, vjedhin ata, jo, s'është ashtu. Ne po kërkojmë të drejtën. Dhe të drejtën e kemi kërkuar tek rinumërimi. Ne duke prit të drejtën po gjejmë të shtrembtën. Po manipulohen më shumë. Po tjetërsohet më shumë vota. Dhe s'po marrin vesh qytetarët. Pse? Sepse kryeministri kontrollon çdo gjë. Kontrollon sistemin e drejtësisë, kontrollon shumicën e mediave. Të gjitha institucionet janë në frikën e tij sepse i largon nga puna. Kemi të instaluar një diktaturë. Kemi atje ku ne presim drejtësi del dhe Ilir Usmali atje të heq votat në mënyrë të padrejtë. Kjo është situata. Si do bëhet, si do zgjidhet. Është pyetje më natyrale mos. Kjo është ja kështu që do zgjidhet, duke reaguar gjithë secili. Duke çdo qytetar shqiptar duhet mu bashku në këto momente dhe duhet ndëshkuar këto zgjedhje. Dhe këto zgjedhje duhet të përsëriten në Shqipëri, duhet krijohet një qeveri teknike siç është krijuar në Maqedoni, paktën një vit përpara ose 6 muaj. A mund shpëtohet akoma gjë nga 11 maj? Shiko, unë po të ishin rinumëruar sakt, unë jam i bindur që Partia Demokratike këtu do ndryshonte edhe rezultati, Partia Demokratike do ta merrte një mandat. Por siç e shoh unë, dhe unë i bëj thirrje Partisë Demokratike që ta çojë në kolegj rinumërimin edhe një herë dhe të kërkoj të nxjerret i pavlefshme vendimi që hiqen gjitha të vota që janë përbërë kandidatit, të rivlerësohet edhe një herë çdo vot. Dhe do të shohim, unë jam i bindur që një mandat e merr Partia Demokratike. Tani këta po e bëjnë vetëm që të mos marrë një mandat Partia Demokratike. Edhe me atë rast ju bëjnë dhe pis. Edhe me atë rast na bëjnë dhe pis, me atë rast tonë se ja, shiko, edhe unë në një qendër kisha 21 vota që ishin tjetërsuar. Tani kanë shku 6, sepse thot, mi nxjerr pavlefshme ky që shkoi edhe unë. I kanë nxjerr këtij Ilir Ali Mehmetit, ku di 90 vota, 250 vota atij tjetrit e jo flas nga PS-ja
te PD-ja Jori dhe Silirit i kanë shtuar vota, pastaj ku morën këto vota, nëse vetëm 5 kam 6 kam minus, një tjetër ka një 10, ku morën këto vota? Sepse do të korrespondojnë njëra me tjetrën, se do të bëjë aritmetik këtu. Se aq është numri i fletëve. Po, aq është numri i fletëve. Pra bëjnë një skem të mirë organizuar, të drejtuar nga Edi Rama, për të thënë, mi thënë, e kanë me ndërkombëtarët më shumë se këtu, ky nuk pyet për qytetarët shqiptarë. Po sigurisht. Se i ka shit interesat e qytetarëve shqiptarë. Dhe kjo është çështja, a munden të apo ndikohen ndërkombëtarët nga kjo propaganda, a keni ju mundësi të ndikoni tek ata në mënyrë të drejt për drejt në raport me 11 majin? Unë gjithmonë kam pas rezervat e mia tek ndërkombëtarët duke parë mënyrën se si sillet kryeministri i Shqipërisë ndaj ndërkombëtarëve. Ndërkombëtarët u interesojnë problemet e tyre në Shqipëri që sa herë ti kërkojnë Edi Ramës të hapin një kamp, të sjellin refugjat, jo as sjell bëjnë këtë. Ata në fundit rreth parë kanë interesat e qytetarëve të tyre. Por unë gjithmonë u kam kërkuar ndërkombëtarëve që Shqipëria është de facto fizikisht pjesë e Bashkimit Evropian dhe kërkon të bëhet de jure. Unë nuk kam kërkuar që në Shqipëri të kërkojnë ato që kërkojnë vendet e tyre. Transparencë, llogaridhënie, zgjedhjet lira, zgjedhjet ndershme, sepse nga zgjedhjet fillon gjithçka, fillon zhvillimi i Shqipërisë, është ekonomia, është siguria, sepse është llogaridhënia, është transparenca, se një politikan që votohet, që merr vota të lira, në qoftë se nesër do të punoj kundër interesave të qytetarëve, ata nuk do ta votojnë më. Sigurisht. Pra ne pikërisht këtë kërkon Shqipëria dhe këtë e kërkojmë me ndërhyrjen e ndërkombëtarëve. Sepse ne vetëm me bëni një revolucion që unë nuk do ta ma nxjinë goja ta thoj në Shqipëri, ndryshe si do ta mundish Edi Ramën kur ai ka një makineri të madhe shtetërore. Këtu në rreth parë do të heqë Edi Rama. Sepse ai po përdor gjithçka dhe ndërkombëtarëve u intereson, me këto stabilitet ka, ne çaj kërkojmë Ramës. A mos duhet të shkaktoni ju destabilitet si opozit? Shiko, unë them që opozita duhet punojë çdo ditë me njerëzit, duhet sepse edhe ne kemi problemet tona, duhet të krijojë një frym edhe më të madhe. Duhet bëjmë gjithçka për të organizuar njerëzit me protesta, në rrugë, të reagojmë rreth parë që ne të krijojmë qytetarëve or të heqim ndjenjën e frikës. Kanë frikë zotëri. Kanë frikë, kanë parë një nën në një pazar me një kam shiste, tha mos bëj foto me mua, tha se kam djalin punë, ku kem punë në ndërtim. Ku shkan me bon djalit punë në ndërtim, pra deri atje i ka fut frikën. Ne duhet bëjmë gjithçka që qytetarët jenë të lirë. Çfarë kërkojmë në Shqipëri? Kanë ikë shqiptarët, po sjell për ditë lloj-lloj komunitetesh që Shqipëria nesër mund të ketë konflikte midis komuniteteve. Afrikan atje, Irakian, Iranian, i kemi 1, 2, 3, 4, mund sjellë ca tjerë nesër edhe të filloj konflikti. Ndërkohë që shqiptarët ikin, ndërkohë që shqiptarët sot nuk u del pensioni, kam parë një nën para 3 ditësh në rrugë, me karrocë, ishte e paralizuar. Edhe tha birë, se u ndale edhe pyeta, më në bulevard të Ministrisë së Drejtësisë, nuk më del ta pensioni për ilaqet, u të merrova. Se duhet e nëna të rri aty, ndërkohë që shteti duhet ta paguajë. Absolutisht. Sepse shteti për këtë punë është mbledh taksën në rreth parë që për ato njerëz që janë nuk munden të sigurojnë veten. Absolutisht. Pra ka shumë probleme dhe mas 12 vitesh të kemi këtë rezultat në Shqipëri. Është pak çështje. Sigurisht kishte bërë mrekullia, duhet i demokracia këtë kuptim ka. Këtë rotacion është demokracia. Në vendet në thuj mu me një vend tjetër që ka ndodhur përveç Lukashenka, Bielorusia, Rusia, Putini, Këto zakonshme. Këto vendet të cilët janë e dim se si janë, edhe ne po shkojmë drejt atyre. Një pyetje të fundit Dojani, si do të vazhdojë procesi i rinumërimit, cili do të jetë maksimumi që ju pretendoni të merrni nga ky proces? Unë nga ky proces do të kërkoja që çdo shkelje, çdo votë që është vjedhur në mënyrë të qëllimshme duhet përmbajt përgjegjësi ai që e ka quar aty. Ky është misioni i KAS-it,
komisioni i ankimeve dhe sanksioneve, që do të thotë, është komision për ankimet, por dhe sanksione ndaj atyre që i kanë bërë këto. Në qoftë se ne nuk i hetojmë këto zgjedhje në numërim, por edhe më përpara, qoftë se Partia Demokratike nuk heton dhe nuk i ka marrë masat që edhe gjatë fushatës, sepse ne kemi ditë që i vjedh votat, nuk ka marrë masa për t'i dokumentuar me video, sepse Partia Demokratike ka një organizim aty, dhe organizimi e ka ditë shumë mirë, se ne kandidatët kemi qenë listë hapur, kemi pas punë tjera, me punu me njerëz, me programe të tjerë, por partia ka edhe mekanizma të tillë që të ketë dokumentuar, që t'i filmonte, t'i fotografonte, të gjente dëshmitar për dokumentuar çdo shkelje. Sigurisht. Dhe unë pres një reflektim që nuk e besoj nga këta të flas më shumë me atë Rusmalin, që të reflektoj se mos ju provokon edhe prekni me dorë. Kë? Rusmalin. Marrë mund me dorë. Unë s'jam nga ato që merrem me dorë. Unë merrem vetëm me ligjin, edhe dje që më kërcënoi, do të thirrë u tregu shumë i vogël, do të thirrë policinë se pa kam problem unë se vjen unë të drejtën time të vi policia të vi mos merrem me dorë. Nuk jam atje, unë jam përfaqësues i qytetarëve që më kanë votuar 7269 njerëz që kam qytetarë, shpirtra, njerëz, zemra të njerëzve, cilët nuk kam detyrime maksimale ndaj tyre. Arsyeja që unë sot jam këtu, do shkoj në përmjet e tjera, jam atje te numërimi, jam për votën aty në njerëzve. Unë e di që nuk jem në parlament. Askush nuk, sepse ashtu janë numrat. Po, është matematika. Po, është matematika. Unë e di dhe nuk po e bëj për të ndryshuar rezultat për veten time, sepse kam shumë të tjerë përpara. Dhe pikërisht këtu dhe këta dhe ky zotëria do të më prit mu, pse e ngre zërin ky njeri? Unë nuk e ngre zërin për vetë, unë e ngre zërin që çdo vot shkoj atje ku është dhënë, që nesër mos shkojmë në këto qendrat e numërimit, të rrim natë 200 veta me rujt si po na vjedhin votat, mos shkojmë as te numërimi me rujt se po na i nxjerr pavlefsh me ky si që nxorri, që nesër fëmijët tanë, tut, qytetarët shqiptarë të jenë lirë për të votuar. Por për që jenë lirë, këta që manipulojnë tani, ku ne shkojmë për të kërkuar drejtësi, duhet marrin përgjegjësi. Edhe ata që e kanë vjedhur, duhet marrin përgjegjësi. Pra, kur flas për vjedhje, flas kur duket qëllimisht, nuk flas për një gabim që bën, se gabime në njerëz jemi. Absolutisht. Dhe bën. Pikrisht unë këtë kërkoj nga ky numërim që të ndikojmë paktën në zgjedhjet e tjera, sepse unë nuk kërkoj dhe unë nuk duhet shkoj me Edi Ramën. Çfarë do të bëj me Edi Ramën unë më ditësh? Çfarë mund t'u them qytetarëve? Më mirë do t'i mbroj qytetarët dhe do t'i mbroj paqen deputet. Sa herë do të kem mundësi hapësira publike, sot po flasim për këtë, po nesër do të vi flas për problemet që ka Kamza. Po se kemi marrë. Tirana, për shëndetësinë, për arsimin, për papunësinë, për largimet masive të njerëzve, për pasigurinë, për mos marrjen e drejtës ka mbaruar, sistemi i drejtësisë sot ka mbaruar. Vdiq një grua para ca ditësh se po kalojmë që kishte 20 vjet në një proces gjyqësor dhe ai avokati shkoi e tërhoqi se mbaroi. S'merr të drejtën 20 vjet. Pra, këta e kanë bërë se do të them shumë e rëndësishme edhe kjo, se çfarë duan njerëzit do të drejtën tonë. Po aq, asgjë shumë. Të barabartë para ligjit, të barabartë mundësi, të kenë mundësi konkurrencë, merit. Por sot nuk e kemi, nuk merr të drejtën qytetari. Si do qoftë, vlerësoj shumë Dogjani që po mbjell një pemë në hijen e cilës nuk do qëndrosh vetë dhe kjo është për të vlerësuar. Faleminderit që ishit me ne sot. Ndërkohë miq të dashur, ne do kalojmë në shkëputje publicitare, rikthehemi më njëherë pas pak, flasim pak për emitancat, kemi ende ca gjëra.